institucionale. Dhe jemi, dhe vazhdojmë jemi. Shtetë formuse institucionale. Shumë mirë, ketë në angazhohemi për rend rregull. kushtetues. Se nuk shkon Partia Demokratike e Kosovës me negociu pa marrë parasysh. Borem, me shumë respekt, po i nderuam ti nuk pas ke përcjell kur gjë. Faleminderit. E kom dete çka ke bë. Jo, vallahore çto, po ti Jo, se veç di. pas ke përcjell nderuam. Partia Demokratike e Kosovës ka shkuar takim. Po, edhe? Është taku me Albin Kurtin. Po, njerë ka qenë. Edhe i ka thonë. Për qeveri, na jem në opozit. Po. Shkojmë e funksionalizojmë kuvendin. Po. Për në qeveri, i groh pa neve. Po. Pjesa e presidentit nuk lidhet me pjesën e qeverisë. Te pjesa e presidentit kërkohet konsensus. Po. Minimalisht 80 vota. Na jem 22. Cili është qëndrimi jo? Qëndrimi jonë është, duhet shteti më kthy binor kushtetues, duhet me u funksionalizu kuvendi, mos me vazhdu me u cenu Edhe është po qeveria. me u respektu rregulloria e punës kuvendit më u thirr seonca mbrana 4/8, duhet me u respektu ligji i qeverisë, nuk do të Albin Kurti edhe kryeministër me ta uzurpu objektin e qeverisë me krejt Për çështjen ministrat e presidentit. edhe me marrë vendimet edhe me ordë në kuvend me e votu vetëm prezencën si deputet i Kosovës, që tu janë 3 shkelit që janë të do Ka pasur një kallëzim penal të kjo për çështjen e Na kemi kallëzim kallëzim penal. PDK-ja ka me votu presidentin. Një kallëzim penal e ka edhe poshtë prokuroria këtë.